Prizreni ka disa nga tiparet e veçanta. Si e veçantë është edhe fakti i ëmbëlsirave të shumta dhe padyshim tradita e ushqimit. Nëse ju jeni në kërkim të një gatimi të mirë me ushqime dhe pije tradicionale ballkanike, atëherë ju duhet ta vizitoni Kosovën e sidomos Prizrenin, një qytet i cili ka pasur një rëndësi strategjike gjatë epokës otomane, ashtu si veprat arkitekturore dhe të artit nga periudha osmane. Në këtë qytet është ruajtur edhe ushqimi tradicional. Për këtë arsye, Prizreni konsiderohet të jetë kryeqyteti i kuzhinës së Ballkanit. Në këtë qytet i banuar kryesisht me shqiptar dhe nacionalitete të tjera, si turq e bosnjak. Desertet më të preferuara të Ballkanit janë baklava dhe ëmbëlsira tjera. Ka disa ëmbëlsira tradicionale turke, që me kalimin e kohës u bën element thelbësor të kuzhinës së Ballkanit. Të tilla si baklava që domosdo edhe është një ëmbëlsirë e veçantë në këtë qytet. Me rastin e festës së Bajramit, njëra ndër ëmbëltorët që përkujdeset për shumicën e familjeve të Prizrenit dhe më gjerë për festat e Bajramit, që ato të jenë sa më të gëzuara, është ëmbëltoria tani më e njohur për traditë të gatimit të baklavës dhe ëmbëlsirave të tjera për këto festa, është Sultan, e cila me kualitetin dhe format dallohet në gjithë rajonin. Baklava e Sultanit dallohet dhe padyshim se në festën e Bajramit të thuash asnjë familje nuk e kalon pa një baklav, siç shprehet zonja Sanije Fusha nga kjo familje. Kurse për televizionin Besa, Fadil Çuni, punëtor udhëheqës në këtë fabrikë, shprehet se kualiteti dhe format e baklavave të Sultanit janë ndër më të mira dhe me kualitet të lartë, sepse këtu së pari kemi filluar me format më të bukura që bëhen si në Turqi apo në ndonjë vend tjetër, kurse kualiteti i baklavës së ëmbëltorës Sultan ka krijuar traditën tani 20 vite. Po kështu, shumë të kënaqur janë shprehur edhe vetë myshtërinjët e kësaj ëmbëltore. Kjo fabrikë është me traditë të vjetër, me prodhimet të njohura për shtetarët e Prizrenit. Pra kemi pas punë mirë, po me baklava dhe me ëmbëlsira, me të gjitha ëmbëlsirat të cilët prej tortave deri te eklerat. Zakonisht për festat tash më shumë të shkojnë baklavat. Baklavat të cilët janë me traditën tonë, mirë po edhe kemi baklavat të cilët janë specialitetet që prodhohen në Turqi, domethënë na i bëjmë këto në Turqi specialitetet. Po edhe baklavat tona të cilët janë që mbarohen në shtëpia tradicionale, po. Që 20 vite që e ruajmë kualitetin, domethënë të baklavave, domethënë çdo sen që bëhet këtu bëhet me punë dore, nuk bëhet me makina, u kupton. Domethënë qelja e peteve bëhet me ofllagia, siç e patët edhe ju përmes kamerave. Domethënë yndyrat janë speciale të baklavave. Kualiteti është më i miri që ekziston. Domethënë më merr mendja që është edhe një ndër ëmbëltoria më e njohur jo vetëm në Prizren, po në gjithë territorin e Kosovës. Kualiteti i kësaj ëmbëltore tashmë ka krijuar emër dhe renome në mbar Kosovën, sepse të ralla janë ato familje që nuk e duan në sofrën e tyre baklavën e ëmbëltorës Sultan. Po me punë. Me punë edhe kemi shitje normal. Kur e ki kualitetin e mirë, ka edhe shitje, kështu që mirë është. Mesazhi im është të gjithë ata që na njohin, ata e dinë, po të gjithë ata që nuk e kanë provuar kualitetin tonë, le të vinë dhe ta provojnë, domethënë shijen e baklavës dhe tortave të gjitha tjera. Kështu që besoj deta është e kemi ruajtur na kualitetin, nuk kemi pas domethënë probleme me kualitet. Lokali ëmbëltorës Sultan në Prizren gjendet tek shtëpia e kulturës në Prizren.